Një punëtor i korporatës energjetike të Kosovës ka ndëruar jetë si pasojë një aksidenti të rëndë në vendin e punës. Hagje Gojnovci, 59 vjeçar, vdiq të dielën mbrëma, ndërsa ishte duke kryer detyrat e tij të punës. Sipas njoftimit të Kekut, aksidenti ndodhi gjatë lëvizjes së Gojnovcit në zonën e ekskavatorit. Më 16/08/2026, gjatë kryerjes së detyrave të punës dhe derisa po lëvizte në zonën e ekskavatorit, i ndjeri ka pësua një aksident të rënd, i cili fatkeqësisht ka rezultuar me humbjen e jetës së tij. Rastet të tilla të vdekjeve në vendin e punës janë bërë të shpeshta në Kosovë. Këto raste, Drejtoresha Ekzekutive e Iniciativës Kosovare për Stabilitet, Brikina Hoxha, i ka cilësuar si mjaft shqetësuese, ndërsa ka thënë se ato shpërfaqin kushtet e dobta të punës në Kosovë. Rasti i djeshëm në Kek, përpos që e çon numrin e të vdekurve në vendin e punës në 17, është veçanërisht shumë shqetësues. Një punëtor i cili ishte rreth 55 vjeçar që ka punuar në divizionin e prodhimit Qymyrit e ka humbur jetën gjatë punës. Do të bëja një pyetje pak më të madhe, a jemi tu i trajtu këto raste vetëm si aksidente individuale, apo jemi tu kërku të kuptojmë nëse pas këtyre ekziston një problem i thellë i sigurisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Sindikatës së Punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, ka thënë se kontrollet nga Inspektorati i Punës janë shtuar muajve të fundit, por duhet më shumë kujdes edhe nga ana e punëtorëve. Ne realisht sare që takohemi me punëtor, u themi që fundit që të gjithë kemi për obligim që ta ruajmë shëndetin e secilit punëtor veç, por është shumë normale që edhe vetë punëtorët duhet të jenë ata të cilët në momente të caktuara kur shohin se ekziston rreziku nga temperaturat e larta ose edhe rreziku nga vendi i punës ku punojnë, atëherë kanë për obligim që edhe ata vetë në farforën të ndërpresin punën, por gjithherë në pyetjet e tyre, në përgjigjet e tyre na është thënë që në momentin kur ne ndërpresim punën, na ndërpritet edhe financimi për cilën ne edhe kemi ardhur që të punojmë, sepse normal që familjet tona në përgjithësi janë familje të varfra dhe këte e gjejnë simodos që ata duhet punojnë, sepse në fund të muajit dëshirojnë që paga tyre të jetë e plotë. Pavarësisht kontrolleve dhe masave të ndërmarra, siguria në vendin e punës mbetet një nga sfidat kryesore për punëtorët në Kosovë. Çdo aksident fatal rikthen në vëmendje nevojën për zbatim më të rreptë të masave të sigurisë dhe mbrojtjes së punëtorëve. 2 persona kanë humbur jetën si pasojë